Lëvizjet e pakta automjetesh regjistroi ditën e sotme në dy anët e kufirit në pikën e kalimit kufitar të Moriçanit. Fluksi më i lartë ishte në daljet të territorit shqiptar, kryesisht ishin autobus me turist. Mbyllja e sezonit turistik ka bërë që edhe fluksi i lëvizjeve të bie ndjeshëm, ku për muaj me radhë kjo pikë kufitare ka përballuar rrallë të shumta automjetesh dhe udhëtarësh. Ditën e sotme në pikën e Moriçanit po punoi me 2 sportele në dalje dhe 1 në hyrje. Lëvizjet e pakta automjetesh vëren ditën e sotme këtu në pikën e kalimit kufitar të Moriçanit. Megjithëse ditë e diel, qytetarët shkodran duket si nuk kanë zgjedhur malin e zi për të kaluar ditën e pushimit, ndërsa sa i takon lëvizjeve në 2 pikat kufitare si në Han të Hotit, gjithashtu edhe në Moriçan, policia bën me dije se i kanë lëvizur rreth 24.500 persona në 48 orët e fundit. Lëvizjet më të larta kanë qenë në daljet të territorit shqiptar. Policia kufitare bën ditur se në 48 orët e fundit në 2 pikat kufitare, në Han të Hotit dhe Moriçan, kanë hyrë dhe dalë rreth 24.500 persona, ku kanë hyrë në Shqipëri rreth 12.000 persona dhe kanë dalur rreth 12.500.